Qyteti i Vlorës rrezikon përmbytjet pasi nga 4 pompat e hidrovorit funksionon vetëm një prej tyre. Shqetësimi është ngritur nga banorët e lagjes Kushtrimi, të cilët mjaftuan vetëm pak rreshje shiu për t'u përballur me ujin në oborret e banesave të tyre. Ata theksojnë se kjo situatë është e përhershme, ndërsa shtojnë se gjithmonë pompat e hidrovorit nuk punojnë dhe ata janë të rrezikuar. Kështu ndodhi edhe një ditë më parë teksa pompa e vetme e madhe ende në jetë pësoi defekt. Këtu nuk është shumë herë faji shiut. Se shiu bën punë vetë. Këtu është faji hidrovorit. Hidrovorit, unë jam ngritur natën, aty se unë kam atë frikë, binte shi dhe vjen ujë këte, vjen qande. Por problemi është se nuk arriti deri te unë këtu, eri deri aty, por këtu nuk hipi. Kurse pjesës poshtë hyri tërë ande. Kjo është vetëm problemi i hidrovorit. Nëse punon hidrovori këtu nuk ka asnjë. Pra nuk ka punuar hidrovori? Po mendoj unë, që se s'kishte arsye me aq shi të përmbytshim ne. Se ne ka patur shira dhe me të rënd dhe nuk jemi përmbytur. Po me aq shi mendoj unë hidrovori se s'ka punuar. E në vlerësojnë, si kanë pompa në rregull, ata e dinë. Në fakt nuk ka qenë pompa me ditë. Unë se di, s'di gjë për pompën. Unë kam qenë i larguar. Ma me shmbytur shtëpia, kam qenë isha i larguar kur kam ardhur brenda. Ato përmbytjet që janë bërë para 7-8 muaj që janë bërë, nuk kam gjetur asgjë brenda, se isha në Gjermani. Dhe në kohën që kam ardhur, kur kam hapur shtëpinë, dy herë. Kuzhinë atë, po ty tani do të shikosh janë gjitha të bëra tani. Me sallone me tërë. Ku erdha unë kishte mbaruar çdo gjë, s'ka ku të as tankosh. Po dhe tankosh ku do i thosh. Pra do thoni se gjithmonë ser nuk punon hidrovori? Po, këtu problemi është hidrovori. Në qoftë se hidrovori kur fillon shirat, filloi të punojë hidrovori, nuk ka asnjë lloj përmbytje fare. Po kemi vite, kemi na 30 vjet këtu. Këtu është problemi me hidrovori. Më të rrezikuara edhe banesat më poshtë. Mi rrezikuar jam unë këtu, janë 4 banesa mbrapa meje, edhe deri atje poshtë te kanali. Jemi rreth 15 banesa deri 20, jemi të rrezikuara her pas here. Po nuk e di, sepse kjo ka 30 vjet mos rregullohet kjo gjë, nuk e di. Ku pengohet, nuk e di. Mas është edhe e vështirë se bëjnë dot, po mendojmë që nëse do ishte aq e vështirë, do ishte mbytur gjithë bota. Rreshjet e shiut me intensitet deri mesatar, të rëna mbrëmjen e së dielës dhe gjatë orëve të para të ditës së hënë, kanë bërë që niveli i ujit në kanalet e qytetit të Vlorës të rritë ndjeshëm, duke shkaktuar probleme për disa familje, të cilat jetojnë pranë hidrovorit në lagjen Kushtrimi. Janë më shumë se 10 banesa në këtë zonë në të cilat uji ka hyrë në oborret e tyre. Ndërkohë, nga 4 pompat që ka hidrovori i qytetit, vetëm njëra ishte të hënën funksionale, çka ka sjellë rritje graduale të nivelit të ujit që shkon drejt pompave dhe përpasoj përmbytjen e oborreve të banesave. Vetë banorët shprehen të zhgënjyer pasi kjo situatë përsëritet sa herë ka rreshje shiu, ndërsa shtojnë se vazhdimisht edhe hidrovori i qytetit nuk funksionon. Të hënën hidrovori i madh i qytetit të Vlorës ka mbetur pothuajse jashtë funksionit, pasi një tjetër pomp ka pësuar defekt të rënd dhe është djegur, një situatë e paprecedent, por e paralajmëruar prej vitesh. Premtimet të rikonstruksionit të hidrovorit të madh të Vlorës nuk kanë munguar ndër vite, gjatë fushatave elektorale si për zgjedhjet e përgjithshme ashtu edhe për ato vendore, drejtues politik dhe përfaqësues të qeverisë kanë premtuar investime për pompat e reja dhe për një godinë moderne. Mes tyre drejtuesi politik i qarkut të Vlorës Bledi Çuçi, si dhe ministri Piro Vëngu, në cilësinë e deputetit të Vlorës, kanë folur publikisht për ndërhyrje urgjente, si dhe për zgjidhje afatgjata, por deri më sot këto premtime kanë mbetur vetëm në letër.